Babaj nga që ishte kthyer nga internimi, kishte frikë të komunikoj, që ishte ndaluar të marrësh të komunikosh me pjesën e emigrantëve që kanë ikë nga Shqipëria. Kjo është merit, është për ne jemi mirënjohës për familjen e Rustemit, Rullahit e gjithë atyne, që familja ta kanë qenë një familje bashkë. Ne jemi mirënjohës sepse ata kanë bërë një përpjekje për të gjithë familjen e Recepit. Edhe kontakti, ne kena pas kontakt, jena interesuar nëpërmes Asgon Arif Mataj, i cili nga ky kamp këtu, iku në Amerikë. Jetoj disa vite, në vitet 90 me hyrje e demokracisë, u kthye në 10, jetoj, tha, une, po qemi lirë, po qetë Kosova lirë, une di me shku ku kena jetua në kampin e Galicës, në Vučićer. E di me shku. Mirë po, ai ishte moshe vjetër, njëndër domethënë, edhe ky u nda nga jeta, pa u shliru Kosova. Ne fillun, po na hupin dëshmitarët. Përpjekjet tona ishin, po ne fillun të na ikë dëshmitarët, të vdek, pa u shliruar. Në shtrimin e Kosovës, në vitin 2000, bëhen përpjekje për ta gjetë, po më shpejt interesohet në Lezhë Ilmir Rustemi, bie në kontakt me gazetarë, Blendi Ferziun, në Shatarbanën, bën e pi një kafe me ta edhe ja u tregon rastin. Ata thonë që ti mundesh me ecit në televizor, si njoftim, se kush është kjo familje, se ky mante vetëm 2 emra men. Emrin e babës tim Sadri Sylaj, edhe Aisha, 2 fëmijëve të mëdhaj. Të katë e tjerëve nuk kishte djeni, si kanë emra ata. Aty bëhet, Elmia bën një përpjekje dhe bie në kontakt me një fshatar tonin, të fisit ton, në Lezhë, i cili punonte dhe jetonte në Lezhë në atë kohë, Musli Shaban Hoxha. Muslia ishte në atë kohë rreth 60-ave. I thonë që është një tropajan këtu, edhe takohet. Kur takohet me Elmi, e pyeta, i thotë, kështu kena pas një person nga Shqipëria, Recep Sylaj e ka baqujt. Ai ka lanë atje Sadri, i thonë djalit, edhe ky Muslia i thotë, unë e njoh familjen. Si ka mundësi thotë në jetë? Thotë unë e njoh. E njoh familjen dhe e di rastin ku ka ikë Recep Sylaj nga Shqipëria. E di rastin ku është internuar djali i tij. 14 vjeçar është shkuar në internim. Gjithçka që ishte me shku një fëmijë në internim ishte i bëjke opinion gjithkujt në atë kohë. Edhe familja joni ishte përsekutuar, e vujtur nga shteti, ishte kulak, na njohshin gjithë si armiqtë të popullit. Kështu bëhet kontakti i parë, Ilmir Rustemi nga në velani i Vushtrisë, bie në kontakt me familjen tonë. Vjen Musli Shaban Hoxha të shtëpia jonë, rrin një natë aty, të nesërmen me babën, edhe i kishte lënë numrin e telefonit Ilmir Rustemi, takohen në Prishtinë të stacionit të autobusave. Aty i marrin babën, atë ku shërin të shokën të vllaznisë tonë, edhe vinë në Novelan, te familja ku ka jetuar gjyshi. I tregojnë shtëpinë ku ka jetuar, pavarësisht ishte djeg nga lufta, ishin djeg ato shtëpiat e vjetra, edhe i çojnë te Varrez, dhe pasi po shojnë pak në shtëpi, i thonë tash do shkojmë te varri i babës tanë, te Varrezat e fshatit Novelan, ku e çojnë te varri që ishte varrosur karshi baba dhe tyre, të Rustemit, të Rullahit. Domethënë ishte edhe te varret i kishin varros afër familjes tyre. Kjo ndodh në vitin 2003. Agim, para se të kalojmë te varresat, po më intereson babgjyshi vazhdimisht që ka shkruar letra, edhe pastaj ai pas dikun 7 vite, 8 vite ka ndrru jetë.
këtë kohën kur ai ndroi jetë, jo nuk keni pas kur far komunikime. Për herë të parë e kuptuat se babgjyshi ka ndruar jetë kur keni takuar Ilmer Rustemin? Ne gjatë periudhës ai ka vdek në vitin 1960, gjyshi. Pas 8 vite që jetoj në këtë familje. Ai 10 vite jetoj këtë në Kosovë. 2 vite në kamp, rreth 8 vite në fshatin në Velan, të kjo familje e Rustem Rustimit. Do të thotë 10 vite, 2 vite në kamp edhe 8 vite të familja Rustemit. As ka jetuar. Mirë po na kontaktin e parë që i ka jetuar në Kosovë. Dhe kemi marrë vesh kur ka ardhur nga Amerika në demokraci, fillim demokracisë, Asgon Arif Mataj, një fshatari joni, kërshi joni, që kishte jetuar me ta, dhe ai ishte larguar nga Jugoslavia atë kohë, kishte kërkuar me ikë në Amerikë, kurse gjyshi nuk ka tentuar me ikë në asnjë vend. Ka ndaj këtu në Kosovë. Nuk kërkojnë të me ikë kurkun. Kurse ne e kemi marrë vesh në ardhjen e tij nga Amerika, në ardhjen e Brali Hors, që u kthye në dhej nga Amerika vaj, mërgjimtarëve që ishin në atë kohë, brezë tyre, që ishin ikë nga Shqipëria, ne e morën vesh si ai ka vdek, dhe po t'ishte Kosova e lirë, ne di me shkua të kampi, di me shkua të familja, se kur është ba varrimi i gjyshit, është njoftua edhe shokët e tij të kampi, ku ishin ata. Dhe ka marrë pjesë edhe ata shqiptarët e Shqipërisë në përcjelljen në varrezat e Velanit, që përcjell gjyshi. Ka marrë pjesë në ceremoninë, edhe emigrantë tjerë. Ne pa të marrë vesh në fillim të demokracisë, po i takon kjo punë rreth 30 sa vite s'kem ditë gjahëç. Nga 60 deri në 90. Pa kishit dyshime se ai ka ndru jetë me qenë se ma letra nuk kanë ardhur nga gjyshi. Po nuk e dishim ku mund të kenë ikë nëpër botë. Nuk e dishim se me ardhje e këtyre shokëve që erdhen nga Amerika, dy persona sidomos ishin baza e orientimit. Këta na orientuan se baba i thanë babës tim, thanë ka jetuar në filan vend, është varros në filan vend, dhe ka jetuar një familje që ne kemi jetuar në kamp, ai ka jetuar në një familje që e kanë mbajtur shqiptarët e një fshati në Vushtrri. Pastaj ne him edhe aty mbrapa e morën vesh që gjyshi ka vdek në Kosovë, nuk ka ikë në asnjë vend tjetër. Nga kush e mori vesh? Po i morën vesh nga Asgon Arif Mataj, që erdhi nga Amerika. Morën vesh nga si gjyshi ka vdek në vitin 1960, është varros edhe se ka marrë pjesë në varrimin e tij ai. Ka marrë pjesë në varrim. Ka marrë pjesë emigrantë edhe tjerë, që kanë qenë nga Tropoja. Do të thotë nuk ka qenë lajmi nga Ilmia që babgjyshi ka ndru jetë. Lajmi nga Ilmia ka qenë më vonë, që është interesuar për të gjetë. Ky nuk e dinte se ne kemi marrë vesh që kanë ardhur tjerë dhe kanë thënë që gjyshi se baba juaj është i varros në filan vend. Po në momentin që e kuptuat ju se veç ka ndru jetë, keni bërë përpjekje pastaj që... Mas çlimit të Kosovës, kena bërë përpjekje. Kemi bërë përpjekje për ta gjetë. Po, dëshmitarët tonë, të dy këta dëshmitarë që kanë qenë me ta, të dy këta dëshmitarë që kanë marrë pjesë në varrimin e tij, të dy që kanë njohur familjen e Rustemit, këtë dy nga mosha që ishin madhore, këta patën vdek, para se shlirohet Kosova. Ama na ngelem këna mjet pa një orientues, pa një drejtues me prunë në Vushtrri, filan vend. Atë fillojnë përpjekje e familjes të Velanit, Rustemit, fillojnë përpjekje të këtyre për të kërkuar familja atij shqiptare që ka ndajnë shtëpi tyne. Edhe nga këtu fillon atë në Lezhë ajo. Ilmer Rustemi ishte në plazhin e Lezhës në periudhën e verës, edhe nga këtu është lidhur me atë kushëritor, po dhe ka vazhduar njohja, ka vazhduar lidhja.